Rruga që lidh fshatrat Plesh Patine Struj me rrugën nacionale Klos Burrel është dëmtuar. Kjo rrugë mban emrin e Flamur Pislit, simbol i rinisë shqiptare që dha jetën për të drejtën e tij në shtetin fshin të Greqisë. Rruga është dëmtuar nga hyrja në vendin e quajtur Kthesa e Strujës dhe në disa segmente të fshatit Plesh. Ky aks rrugor ka vite që është asfaltuar, ndërsa drejtuesit e mjeteve ngrenë shqetësimin se po kthehet si rrugë fshati, pasi në shumë pjesë është hequr i gjithë asfalti. Ata fajsojnë mjetet e tonazhit të rënd që vinë me mineral kromi nga galeritë që ndodhen mbi fshatin Struj dhe Patin. Drejtuesit e mjeteve kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme të autoriteteve dhe kontroll më shumë për tonazhin e makinave që lëvizin në këtë aks rrugor, pasi për pak kohë mund të bëhet i pakalueshëm nga automjetet e vogla, si pasojë e krijimit të gungave në mes të karrexhatës. Gjendja e kësaj rruge. Gjendja e kësaj rruge është skandaloze. Për mua. Për sa kohë është këtë gjendje? Kjo gjendje është mund vetë gati 10 vjet. 10 vjet. Rruga për shkallë nërtë është komplet gropa gure, kurse këtë asfaltit diçka. Pa prish në asfaltit, pa prish shumë. Ka gropa të shumëta? Ka në asfaltit, pa prish shumë në asfaltit. Që ato me zërtë ka letë gjithë avash. Faleminderit. Si o gjendja rrugës? Top. Të e disu jem komunist, nuk full asë një keq. Realiteti si është? Realiteti është të rruga top. Si që rrugë fshati mirë është. A ka gropa? Gropa kapët e diri për ënë. Rruga cop. Po ferrat i kanë prerë? Krejta. është me gropa? Jo. Kjo rrugë e cila përdoret nga 3 fshatra është shumë e rëndësishme për banorët që nxjerrin të gjitha prodhimet bujqësore në tregun e Klosit, por edhe në ato të Burrilit dhe Tiranës.